Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejt zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit. Në fakt është hapësira mediatike e Altin Goxhait, avokat, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Faleminderit dashur, dhe është kënaqësi që jam sot për ngjarje shumë të këqija që po ndodhen. Shumë të rëndësishme. E kemi përcaktuar edhe e kemi deklaruar edhe me titra poshtë ekranit për çfarë do të diskutojmë: identiteti gjinor anti-njeri, identiteti dexhallit, e shqiptova mirë, diellës apo djallit thoni juve? Goxhaj, përpara se të shkojmë këtu, të lutem, se ne jemi me orë të gjata në punë nga zgjedhjet e pjesshme lokale. Shkurtimisht, një përshtypje në lidhje me to. Hera e parë që nuk bëhet as fushat elektorale, pra ishte komplet fushata elektorale, heshtje elektorale, pam edhe kandidatët sot në siklet madh si komunikimi i parë, publiku motivonin qytetarët për të votuar, ndërkohë që Tirana ishte ajo çfarë ndodhi, pra gjykata kushtetuese e riktheu kryetarin në detyrë? Ajo që pam këtë rishtimi i kandidatëve të pavarur, apo më saktë opozitës, ishte realiteti që ishin këto zgjedhje duke të ke pjesëmarrja. Nga një anë është falimentimi total i opozitës, nga ana tjetër është që këto zgjedhje janë të pakuptimta në çdo lloj formati po ti marrësh në raport me fushatën elektorale dhe mundësi për kandidim, për shkak kohës dhe të kushteve në cilat u zhvilluan këto zgjedhje. Që do të thotë vetë pjesëmarrja e dobët e publikut ishte një lodhje e madhe nga shprehja se vota ka ndonjë vlerë në Shqipëri. Qartë. I rikthehemi temës që kemi zgjedhur, avokat, identiteti gjinor anti-njeri, ju thoni e ardhmja e fëmijëve me ligjin sorosian të identitetit anti-njeri është në rrezik. Unë më them, jo në rrezik, po tashmë ka përsyrë vija rreziku, tash është momenti i radhës, domethënë është hedhur shorti i të keqes dhe tani kujt i bie radha më përpara apo më pas. Po gjithë do u vi radha. Ne jemi përballë një realiteti identitetesh, të cilat po mitralohemi nga Rama në këtë muaj, të cilat vijnë nga një pretendim qeveritar, sikur ka pas seanca dëgjimore dhe konsultim publik gjatë muajit prill, maj, qershor, ndërkohë që e dim shumë mirë që nuk ka pas asnjë konsultim publik, që janë marrë në raport me agendat globaliste të Great Resetit të Davosit, si proceset vonuara që duhet bëhen me urgjencë që Shqipëria të jetë laboratori i parë eksperimental i Europës. Mund ta them me plot gojën që të gjitha hapat që po ndjek qeveria Rama në këtë rast nuk mund të ndahen nga ajo që kam folur tek televizioni juaj gjatë periudhës qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, që ka qenë një përpjekje e Ramës për të na mbushur mendjen që e keq akoma s'ka ardhur, por është duke ardhur. Rama gjatë verës dhe vjeshtës ndërmori një sër hapash për të përcaktuar agjendën e tij të shpopullimit total të Shqipërisë nëpërmjet një represioni maksimal në të gjitha fushat, në të gjitha lëmet, për t'u bërë qytetarëve shqiptar të sigurt, të keqin që po vjen dhe të pasigurt mundësinë për të jetuar në Shqipëri. Që nga veprimet që ai ndërmori gjatë verës dhe vjeshtës, e deri tek këto identitete që është identiteti gjinor anti-njeri i Sorosit dhe identiteti digjital që do flas më vonë, janë vetëm momente kyçe të atij projekti të madh që un kam që në 2014 që denoncoj, që është agjenda e shpopullimit të Shqipërisë dhe ripopullimit saj me popull të tjerë. Aktualisht në rastin konkret që ka bënë identitetin gjinor, ne mund të themi me plot gojën, ka kaluar rreziku. Tani vjen momenti i shortit të asgjësimit. Pse them shorti i asgjësimit? Sepse do të varet në këto 10 vjet që vijnë, se kujt fëmijë do i bjerë i pari dhe kujt i dyti shorti për t'u prekur nga duart e djallit, nga duart e dexhallit, nga duart e satanit, merrni se doni, pasi terminologjia fetare sot më shumë se kurrë është një terminologji reale politike, që largon këto termat eufemist që përdoret ta gjinor, barazi gjinore, këto prallat me mbret. Në fakt është projekti se si çdo fëmijë
i shqiptarëve në shkollë nëntëvjeçare apo të mesme, do të preket nga duart e tyre, nga duart satanike, do ta quaja, në ritualin e madh të balit, do ta quaja, të sakrifikimit të identitetit fillimisht të fëmijëve. Sipas ligjit, cili prind do kundërshtoj që t'i preken fëmijët e vet, do filloj do gjobitet fillimisht, derisa do përfundoj edhe në burg. Ky është hapi i parë, çelësi i parë që hap ky ligj, pikërisht për të shkuar dhe në disa modele të ndyra të ritualeve satanike që ndodhin në Kanada, në Los Angeles, në Kaliforni dhe shumë vende të tjera, të cilat synojnë që të prekin fëmijët e vegjël për t'i ofruar si kurban të perëndisë satanike, bal. Lutem të kërkoj ndjes, se ju përmendët vende të tjera, por jo më larg se sa mbrëm është bërë publik një rast në Shqipëri dhe e pash që ishte denoncim me zë dhe figurë se si një transgjinor rrëfen si OJF e kanë manipuluar që në moshën 14 vjeçare duke mbytur me substanca kimike e tjerë, duke gjithmonë çfarë tha me zë dhe figurë dhe ishte bindur në aty që thoshte, për sa kohë thoshte që mbaj përgjegjësi për gjithçka them, për të gënjyer, sikur prindrit e kishin dhunuar, premtime do të japim celular, do të japim të mira materiale për të vijuar shkollën, pra edhe këtu e kemi rastin konkret, le të themi. Unë dua t'i kërkoj falje publikisht Luanës, si pasemrit transgjinor që ka tashmë, për faktin që nuk arrim ta mbronim dot, por mund të them që në 2018 në Fox News, unë dhe ju kemi arritur të bllokojmë vazhdimin e kësaj agjende në shkollat e mesme të Shqipërisë, ku i kapëm në flagrancë në shkollën Sami Frashëri, Gjeni Karajn, me shoqe dhe me shok, të cilët çonin prostitute transgjinore në shkollat e mesme për të rekrutuar djem të vegjël dhe vajza të vogla. Ne i denoncuam me fotot në Fox Televizion dhe të nesërmen shpërtheu një skandal që na thanë që u bllokuan dhe shkollat u mbyllën gjoja për ta. Këtë nuk e dim. Po të paktën ne bëm diçka dhe jemi të paktën ata të pak që kemi një mungesë faj raport me fajin kolektiv. I referohen faktit që në 2010 ne shpëtuam fëmijët e vegjël nga librat e Sorosit, të cilat promovonin organizatat e grave të Sorosit dhe të LGBTQ-ve, në 2010 po flas, të cilën trajnonin mësuesit si t'i bënin transgjinor djemt e vegjël, duke i bërë tranash, duke i bërë lavazh truri, që ti je një trup i gabuar në shpirtin e gabuar. Pra, ti je femër, nuk je mashkull. Dhe pyetjet ishin në ato libra, sikur ti isha vajzë, sikur ti isha djalë, për sekset e ndryshme. Dhe ne që kemi luftuar fort për këtë kauz, për mbrojtjen e fëmijëve në vite dhe tashmë edhe me koalicionin pro familjes për vitin 2020, mund ta them që kemi fajin ton të paaftësisë ton për të çuar në maksimum mbrojtjen, por mund të them me plot gojen që faji jonë është kaq i vogël raport me fajin e gjithë popullit shqiptar, që është kaq indiferent, është kaq i pavëmendshëm, është kaq i pandërgjeshëm, janë prindër kaq papërgjeshëm që thonë që do ta mbrojnë fëmijën tim, por nuk dalë për të mbrojtur kolektivisht fëmijët. Dhe i pam edhe tek parlamenti këtë herë, si ata nuk dolën. Rasti i Luanës është rasti i çdo fëmije dhe çdo djali shqiptar në shkollat tona nëntëvjeçare të mesme në perspektivën që vjen. Dhe ky le të shërbejë si një alarm, Luan le të shërbejë si një siren alarmi për historinë e saj të rrëfyer dhe duhet ta falenderojmë gjithë për sinqeritetin e saj, sepse na kujtoi se ku të çon kjo agjendë dhe çfarë do të ketë për fëmijët e Shqipërisë këtë agjendë. Do të ketë një projekt që shkruhet në ligj që gjobitesh për e kundërshtove, fillimisht me 1,5 milion lekë vjetër dhe pastaj shtohet për çdo rast dhe sidomos kur ti nuk kërkon falje, pra kur ti nuk bësh kratyre, ku në shkollat e mesme, në shkollat nëntëvjeçare, në kopshte do fillojnë tekste dhe libra, dhe ata do të çojnë disa transseksual të veshur apo meshkuj të veshur si femra, drag queen i quajnë, që është tamam ritual satanik për të bërë rituale satanike në shkolla. Pse them rituale satanike? Sepse gjitha kjo ideologji gjinore është ideologji satanike. Ju kujtoni kur Erion Velia dhe Ajola Zoza na çuan në liçenin artificial përballë fëmijëve, një djallë me gjoks femre dhe me organ seksual të dalë jashtë mashkullit.
parafëmijëvet dhe të gjithë ata që quan fëmijët atje u skandalizuan, përveç antarëve të Partisë Socialiste, të cilët kur kërkon partia djalin e vogël për t'ia bërë vajzë, janë plotësisht dakord dhe votojnë për ta, sepse partia vendos për ta. Po unë flas për pjesën tjetër të popullit. Flas për atë pjesë e cila është kaq indiferente dhe nuk e kupton dot se për çfarë po flasim. Dhe kjo është e tmerrshme se unë llogaris që kam dalë në televizionin e Shqipërisë në vitin 2010, rreth një muaj rresh duke luftuar që të bllokoheshin këto programe në shkollat 9 vjeçare, 4 vjeçare dhe të mesme. Kemi vazhduar, kemi luftuar vazhdimisht për këto kauza dhe njerëzit janë kaq indiferent. Kujtës dhe u zgjidhi Altini, dhe u zgjidhi Pastora Kilpano, Olon Kalaja, e ca të tjerë. Nuk e kuptojnë dot që nuk e u zgjidhim ne dot këtë. Ne mund të marrim rolet tona për të thirrur rezistencë publike, por nuk e kemi në dorë këtë punë, e kanë ata vetë. Po ata nuk mund ta kenë duke netur ke shtëpia duke thënë se kur vike rasti im. Ata nuk e kuptojnë kur do vike shtëpia e tyre. Pse nuk e kuptojnë? Sepse me legjislacionin e ri dhe me strukturat që kanë ngritur në Shqipëri, shoqata e psikologëve të heq licencën nëse një fëmijë do ketë një rrëfim tek psikologu i shkollës, ti thotë që kam një problem me identitetin tim. Menjëherë psikologu i ka detyrë që të alarmoj psikologët e satanit, që janë këta psikologët e specializuar për të konvertuar djemtë e vegjël në vajza dhe vajzat në meshkuj, për të krijuar atë që quhet fluiditetin gjinor që e quajnë këta. Kemi të bëjmë me një rrjet satanik të krijuar nga agenda satanike e Sorosit në të gjithë Shqipërinë. Njerëzit mund të thonë Altin çfarë janë këto terma satanik. Nuk po e kuptojnë dot që këto janë rituale, edhe aborti është pjesë e ritualit satanik. Është ofrimi i fëmijëve tek djalli, është perëndia bal, ajo që është themeli i idealit në gjithë këtë histori. Dhe ata i ofrojnë fëmijët si sakrificë njerëzore tek ky dexhall, tek ky satan, tek ky bal. Nuk është terminologji fetare që po flasim për fesh, është terminologji e re politike që duhet fillojnë ta kuptojnë njerëzit që kanë të bëjnë pikërisht me dexhallin, kanë të bëjnë me djallin, kanë të bëjnë me satanin, kanë të bëjnë me balin, kanë të bëjnë me molokun, janë emrat e të njëjtit demon i cili synon të marrë sakrificë fëmijët. Dhe këta po e sillin Shqipëri të agjendë të ndyrë satanike që kanë aplikuar në Kanada. Prindi shqiptar nuk do ta kuptoj kur një ditë t'i vi policia dhe t'ia marrë fëmijën. Sepse ky ligj aty të po të çon. Ky është ligji që hap derën pikërisht për atë që quhet efekti domino i legjislacionit. Njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë, se u duken teori prave, u duk. Në teoria e shpopullimit, kur ja plasim në 2014 dhe askush na gjë. Kur flisnim për Sorosin, u dukeshim si njerëz që po fantazonin, anije kozmike dhe alien. Nuk e kuptonin dot që po flisim për këtë realitet shpopullimi të zbrazjes së Shqipërisë. Sepse njerëzit janë prirur të jetojnë në botë iluzionesh dhe kur thua të vërtetën të urrejnë dhe të mohojnë. Dhe ky është realiteti jonë që ballafaqohemi edhe këto zgjedhje të 11 majit. Ishte mohimi që mu bë në mënyrë publike me vetëm 2000 qytetarë të mençur që më kuptuan dhe 1000 tjerëve që u vodhën votat, por kaq ishte numri i njerëzve që e kuptuan mesazhin, sepse duhet shkoja në parlament për të kundërshtuar këtë lloj agjende satanike, për të bërë këtë luftë aty ku duhet. Ne jemi sot në një hall të madh për shkak se njerëzit janë diferentë. Nëse njerëzit do ishin aktiv, ta nuk do guxonin. Mendoni gjitha socialist që kujtojnë se partia e tyre u do të mirë fëmijëve të tyre dhe ofrojnë fëmijët e tyre në tav. Pse e them këtë gjë? E them me plot gojën këtë gjë sepse heshtja e tyre, mungesa e reagimit të tyre është pjesa më e shëmtuar e historisë komunizmit në Shqipëri dhe këtë e them mbas 8 nëntorit 1941 që jemi deri sot që ne shqiptarët jemi dorëzuar djallit, jemi dorëzuar satanit. Dhe këta njerëz nuk e kuptojnë dot që janë këta që japin me duart e tyre, ashtu si kërkonte rituali, të afrosh me duart e tua. Këta këtë po bëjnë sot. Fëmijët e tyre, meshkujt, djem, ata nuk do t'i kenë më djem. Mbase njëri do shpëtojë, mbase tjetri do shpëtojë, po ku e dim ne ku do t'i vi radha? Ku e din ata kur do t'i bjerë shorti? Goxhaj, në fakt i referohen është detyrimi i Bashkimit Evropian, po ne kemi precedentin që gjykata kushtetuese në Francë e ka rrëzuar është gënjeshtër. Të tillë. Tani është gënjeshtër. Nuk është e vërtetë për Bashkimin Evropian. A ka gjasa të marrë një vendim të ngjashëm edhe gjykata kushtetuese në Shqipëri nëse e dërgojmë? Ne po punojmë fort me koalicionin Pro Familjes, pikërisht për të ndërtuar atë që quhet padinë kushtetuese. Do ta realizojmë me organizata, me deputet, të nuk e di ta them sepse jemi ende në diskutim, por që kjo do shkojë në gjykatë kushtetuese, kjo nuk diskutohet. Problemi qëndron që edhe kur shkojmë në gjykatë kushtetuese, populli nuk do jetë aty. Mendoni pak bulevardin plot me prindër në ditën e vendimit gjykatës kushtetuese. Për këtë do jepte vendim gjykata kushtetuese.
Mendoni bulevardin Dëshmorët e Konkut, ndodhet gjykata Nuk kemi pse e mendojmë se e kemi përjetuar ato protestat madhështore kundër importit të lëndëve kimike të Siris, po kanë kaluar një 4 mandate që atëherë, 3 mandate, kështu që nuk jemi në të njëjtat kushte. Po pra, ky është problemi që nuk është Rama. Këtë dua them, nuk është Rama. Jam prindrit shqiptar që po ja dorëzojnë fëmijët satanit. Jam prindrit shqiptar që po ja dorëzojnë fëmijët dexhallit. Jam prindrit shqiptar që po ja dorëzojnë fëmijët Perëndis Bal, si sakrificë njerëzore, duke u fal shpirtin dreqit. Jam prindrit shqiptar që heshtin, jam prindrit shqiptar fajtorët. Mos e shihni më Rama. Rama është drejtori një agende globaliste satanike, por janë këta që e bën, nuk e merr fëmin Bali ta konsumoj, ta haj në kuptimin figurativ fjalës, t'ja konvertoj, t'ja presë atë poshtë, t'ja gjakos atë poshtë. Jo, janë prindrit shqiptar. Kush thjesht do t'i afrosh? Po ja afrojnë prindrit shqiptar me heshtje, me indiferencën e tyre, me pohimin e heshtjes tyre. Prindrit shqiptar do ta kuptojnë që janë ata fajtorët, nuk e ka më faj Rama. Heshtja e tyre është e tmerrshme, është kriminale. Nuk do t'i gjykojë thjesht historinë, do t'i gjykojë fëmijët e tyre, do t'i gjykojnë. Ju e pat Luanën se si po thoshte në këtë moshë është, po thoshte se ç'i kanë bërë, si e kanë manipuluar. Ata e kanë bërë duke shkelur ligjin. Tani do ta bëjnë me ligj. Atë që kanë bërë Luanës do ta bëjnë me ligj tashmë, do futen shkolla, do futen, i kanë krijuar gjitha mekanizmat. Sepse Satani kërkon kurban. Shqipëria para se zhduket nga faqja e dheut, do japi fëmijët e vet kësaj agende. Dhe janë prindrit shqiptar fajtorët, më dëgjoni me vëmendje. Klasa politike është e shitur, po janë prindrit shqiptar fajtorët, sepse ata po ja dorëzojnë indiferencën e tyre. Dhe unë i bëj thirrje gjithë prindërve shqiptar. Të reflektojnë këto fjalë që po u them. Mos u duken pralla, dhe të mos fshihen mas iluzioneve tyre që unë ja fus kot dhe ata janë mirë aty ku janë, se këto janë pralla, nuk janë të vërtetë. Nuk do i prekin një fëmijë, do i prekin fëmijët e tyre. Është e sigurt. Niprit e tyre. Vëllezërit e vegjël, motrat, është do t'i prekin, se tash e kanë me ligj, mundësinë ta bëjnë. Deri te kanë bërë në të paligjshme. Tani do ta bëjnë me ligj. Goxhaj, pash që një pjesë e aktivistëve të shoqërisë civile që janë angazhuar në këtë nismë për ta kundërshtuar, po mendojnë një referendum. Juve jeni shfaqur kundër referendumit dhe me që lexova, jo vetëm për faktin që këtu zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe referendume dhe demokracia e drejt për drejt janë pushkatuar pa gjyq, por shoh që jeni referuar edhe ligjeve dhe thoni në Shqipëri referendumi është i pamundur për shkak se numri prej 50% i votuesve është më i vogël se numri i zgjedhësve 50% plus 1, dhe kjo për shkak të zbrazjes së Shqipërisë. Unë nuk jam kundër referendum, jam një më pro referendum, po nuk bëhet dot referendum sepse fiton Rama për shkak të numrave, çka thatë dhe ju. Çdo thot për shkak të numrave. Ne kemi një manipulim total të sistemit tonë zgjedhor duke regjistruar një listë fake votuesish me 3.700.000 sa mijë njerëz. Për të bërë një referendum, kushti është që duhet marrin pjesë 50% plus 1 e zgjedhësve në listën e zgjedhjeve. Që do të thotë, duhet marrin pjesë diku ke 1.850.006.000, diçka e tillë. Tani, gjatë kohës zgjedhjeve ne kemi paraqitur që në Shqipëri ka më pak votues, si sa është paraqitur nga KQZ-ja, dhe janë shumë më pak votues edhe me census, se që pretendohet të marrin pjesë në një referendum. Çdo thotë kjo. Do thotë që ne kemi një ligj referendumet vitit në 94-98, me dy ndryshime, që përcakton qartas votimin brenda Shqipërisë. Edhe po ta bësh jashtë Shqipërisë, ne e pam si vajte kjo lista e zarfave e tjerë. Që do të thotë, në çdo lloj rasti, po të bëjmë referendum, në çdo lloj rasti, pra që do arrinim referendumin, do krijojmë një shpresë e cila në fund fare do na plasë sorratet nga Rama, sepse sipas ligjit, nëse ky referendum do binte, pra nuk do bësh 50% plus 1, ne do thjesht do konsolidonim ligjin e Ramës pa pasur mundësi për ta ndryshuar më, sepse vetë populli ka refuzuar me referendum. Pasi mos pjesëmarrja e bën referendumin të pavlefshëm nga një anë, po e bën si thosh edhe të pafitueshëm, pra populli nuk është dakord që të qëndrojë ky ligj. Dhe unë jam që gjithë energjinë ta shpenzojmë ke ligji i referendumit dhe ke lista zgjedhore. Që do të bëjmë këtë, pastaj të bëjmë atë tjetrën. Nëse ne angazhojmë të gjitha energjitë tona për listën zgjedhore, që është më e rëndësishme nga gjitha. E para dhe e dyta, që është akoma dhe më e rëndësishme. Për ligjin për referendumet, ne mund të bëjmë 100 referendume pastaj. Po ne nëse do bënim një referendum tjetër, thjesht do t'i thonim Ramës
që ti këtë mbrojtje dhe me referendum tashmë çdo ligj që do bësh Shqipëri. Sidomos këtë ligj. Që do thotë, nuk e shoh të mençur, të inteligjente, që ne kemi referendum thjesht për treguar që jemi kundër me popularitetin e një çështje, e cila prapë avokat përsëri për çështje numrash, i ka numrat Rama në parlament. Për ndryshimet që sugjeroni ju, qoftë në ligjet e referendumeve, qoftë edhe në ndryshimet të tjera. Nuk ka moment më të përshtatshëm. Tani opozita dhe pozita kanë rënë të bëjnë një komision për reformën zgjedhore, apo jo? Ka rënë dakord, apo bën një reformë zgjedhore. Ky është momenti. Këta e kanë pushtetin për të bërë rregullimin e listës zgjedhësve për shkuar ke referendumi. Këta e kanë pushtetin për të ndryshuar nenit e referendumit në kodin zgjedhor. Lufta kryesore do të përqendrohet tani pikërisht në këtë aspekti. Sepse tani është momenti që mund të realizohet ky objektiv. Më kupton logjikën. Pra në këtë moment ne duhet të përqendrojmë energjinë që të arrijmë të ndryshojmë ligjin për referendumet, sidomos nëpërmjet kodit zgjedhor. Ai parashikon gjithë strukturën e referendumeve. E para dhe e dyta, për listën e votuesve. Asnjë referendum s'mund të bëhet në Shqipëri për 100 vjet që vijnë me këtë listë zgjedhore që kemi. Sepse duhet të rregullohet lista, pra lista rregullohet shumë kollaj. Vendose me ligj. Çdo qytetar duhet të regjistrohet në listën e zgjedhësve, kush nuk regjistrohet ka sanksione. Në momentin që ai nuk paraqitet, do thotë ai ka humbur drejtën e regjistrimit dhe ne dim sa votues kemi. Në këto zgjedhje ne kemi pas kufitet e votimit 150.000 flet votimi më shumë se zgjedhës. Ne kemi shumë pak zgjedhës në Shqipëri, sepse kanë hikur ata që thonë 2.4 milion sipas të gënjejmë. Ne jemi asimi 1.9 milion njerëz banor në këtë vend. Ndërkohë që për të votuar për referendumin duhen 1.800.000 veta. Pra ne nuk kemi mundësi as me pas njerëz me bërë referendum në Shqipëri. Më kuptoni logjikën. Dhe këtu çështja është që duke gënjur njerëzit se referendumin asnjë fitore është gënjeshtër. Po që do ta bëjmë si një akt. Logjika është e qartë, po as në Itali nuk duhen kaq shumë qytetar pjesëmarrës në referendum që të jetë i vlefshëm referendumi. Kështu që Jo, edhe në Itali duhen 50% plus 1, pra ne shpesh bien referendumet. Duhet 50% plus 1. Ne kemi problemi ke lista e zgjedhësve. Me këto ligje që kemi ne mund ta bëjmë që nesër referendumin. Problemi është që nuk fitojmë dot se s'kemi votues, aq sa do minimumi pjesëmarrjes totale. Pra, sikur të marrin pjesë gjithë edhe Rama dhe familja vet marrin pjesë, ne prapë nuk kemi 1.850.000 veta. Nuk jemi në Shqipëri, fizikisht. Dhe sikur të vinë nga jashtë, po ta them sinqerisht, nuk arrim dot t'i bëjmë. Që do të thotë, është e pamundur të bësh një referendum, po që se kemi një rrugë tjetër. Rruga tjetër është të shkojmë në gjykatë kushtetuese. Edhe të punojmë reformën zgjedhore. Dhe si ka gjasa tjetë vendimi gjykatës kushtetuese, shkurt avokat edhe 1 minutë kemi. Ta dëgjoj çdo shqiptar nga numri i njerëzve që në bulevard. Pra kjo është forma. Në qoftë se ne mbushim, në qoftë se ne vim aty 100.000, 200.000, 300.000 njerëz, e kemi bërë referendumin para gjykatës kushtetuese. Kjo është e sigurt. Uroj që ta kenë dëgjuar edhe të reflektojnë apelin tuaj të përsëritur në fakt, avokat. Për këtë çështje dhe shumë çështje të tjera. Pre 2008-ës e këtej. Ne ju falenderojmë edhe për bisedën e radhës. Në fakt doja vetëm të kujtoja qytetarëve që ne këtë javë, ditën e premte, ngritëm një grup aktivistësh dhe ekspertësh në fushën e Shëndetit gjatë bisedës. Po, dhe ne këtë javë dalim me një rezistencë të re kundër identitetit digital, që është identiteti i xhallit, apo siç e quajmë ne çesi për të hapur portën e ferrit. Po këtë javë do kemi mundësi që të flasim me publikun për këtë çështje. Deri atëherë do të mbetemi sërish në kontakt. Faleminderit. Faleminderit dash. Faleminderit. Ishim me Altin Goxhaj, zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.